Perimet e fermerëve shqiptar sërish gjenden me mbetje të normave të lejuara nga Bashkimi Evropian. Një ngarkesë prej 8216 kg speci ujë djegës është bllokuar dhe është duke u kthyer në Shqipëri. Preparatet e përdorura për luftimin e insekteve në kulturën e specit të kujt djegës janë të lejuara dhe shiten në çdo farmaci bujqësore. Nga analizat e kryera në doganën kroate, hyrja e Bashkimit Evropian ka rezultuar se specat e kujt djegës nga Shqipëria kanë patur mbetje të normave të preparateve flonikamid, klorfenapyr dhe tebifenpyrad. Specat e eksportuara nga një pikë grumbullimi në Divjak janë me origjinë nga qarku Elbasanit, konkretisht nga zona e Mollasit dhe Cerikut, e konfirmuar nga AKU Qarku Fier. Sipas AKU Qarku Fier është kryer kontrolli në pikën e grumbullimit, të cilën nuk e bën publike dhe nuk është gjetur produkt tjetër në magazin veç atij të eksportuar. Sipas burimeve, edhe Drejtoria e Bujqësisë Elbasan ka nisur kontrolle dhe analiza në parcelat e fermerëve nga ku është eksportuar prodhimi. Edhe një herë tjetër del në pa mos respektimi i afateve teknike të përdorimit të preparateve që përdoren për luftimin e insekteve në Peru, e të cilat kanë afat kohor prej 15 apo më shumë ditë nga data e trajnimit dhe më pas duhen hedhur në treg. Pasi kështu humbasin gjurmët e preparatit dhe nuk përbën rrezik për shëndetin e konsumatorit.